A e keni menduar ndonjëherë që trupi ynë flet, jo me fjalë, por me shenja? Sinjale të fshehta për shëndetin ton që shfaqen në vendet më çuditshme. Mendoni pak. Lëkura, thojt, madje edhe frymarrja jon. Pra pyetja është, a mundet që trupi ynë të na dërgojë sinjale sekrete për shëndetin e mëlçisë? Pikërisht këtë do të zbulojmë sot. Do të gërmojmë thellë për të parë shenjat shpesh befasuese të sëmundjes së mëlçisë. Dhe kjo është një gjendje shumë e përhapur nga sa mendojmë, e lidhur shpesh me stilin ton modern të jetesës. Trupi ynë pra ka mënyrat e veta për të na thënë, "Hey, diçka nuk po shkon siç duhet." Okej, jemi gati të fillojmë. Sot do të eksplorojmë plot 12 shenja befasuese që mëlçia mund të na dërgojë, dhe do ta nisim me duart. Mendoni pak. Një mjek me përvojë mund të dallojë shenjat të sëmundjes së mëlçisë sapo hyn në domën e pacientit. E po, tani do të mësojmë edhe ne se si t'i kapim disa prej këtyre sinjaleve. Pra, shenjat në duar, le të fillojmë pikërisht këtu, sepse shpeshherë këtu shfaqen shenjat e para. Mund të tingëllojë e çuditshme, por po, thonjt dhe pëllëmbët tona mund të na tregojnë një histori të tërë për shëndetin e mëlçisë. Mirë, le t'i hedhim një sy dy shenjave të para tek thonjt. Nga njëra anë kemi linjat e myerkes. Këto janë vija të bardha horizontale, por kujdes, ato nuk janë në thua, por nën të. Prova thjesht, shtypni thonjt dhe ato zhduken për një moment. Pastaj kemi thonjt e territ. Këta janë thonjë zhvekanisht të zbehtë, pothuajse të bardhë. Normalisht thonjt tanë janë roz, sepse shohim enët e gjakut poshtë, por këtu ato mezi duken. Dhe diçka tjetër, gjysmëhëna e vogël në bazë të thojt, e njohur si lunula, shpesh mungon fare. Pra, çfarë i lidh këto dy shenja kaq të ndryshme? E po, përgjigjja është albumina. Të dyja tregojnë një gjë: nivelet të ulta të kësaj proteine thelbësore. Albumina prodhohet nga mëlçia. Kështu që, logjika është e thjeshtë. Kur mëlçia është në vështirësi, prodhon më pak albumin. Okej, tani një test i vogël interaktiv. Bëjeni bashkë me mua. Merrni gishta tregues dhe bashkojeni thonjt me njëri tjetrin, tamam si në figurë. Tani shikoni me kujdes. A shihni një hapësirë të vogël në formë diamanti mes tyre? Nëse po, shkëlqyeshëm, gjithçka në rregull. Por nëse ajo hapësirë mungon, kjo quhet clubbing i thonjve. Dhe kjo mund të jetë një shenjë jo vetëm për probleme me mëlçin, por edhe me mushkëritë apo zemrën. Por nuk baron me kaq. Kemi edhe dy shenja të tjera, po aq të çuditshme në duar. E para, eritema palmare. Kjo është një skuqje shumë specifike në skajet e jashtme të pëllëmbës. Shkaku? Nivelet të larta estrogjeni, sepse mëlçia e dëmtuar nuk arrin ta përpunojë siç duhet. Pastaj, kemi diçka që tingëllon si nga filmat, kontraktura e dubujt trenit, e njohur edhe si sëmundja e vikingëve. Këtu, lëkura në pëllëm fillon të rruthoset dhe të trashet, duke bërë që gjishtat, zakonisht i katërti dhe i pesti, të përkulen në mënyrë të pavullnetshme. Dhe ja, edhe një test tjetër super i thjeshtë. Provojeni tani. Vendoseni dorën me pëllëmbë poshtë mbi një tavolinë ose një sipërfaqe të sheshtë. Mundohuni ta shtrini plotësisht. A preket e gjithë pëllëmba në tavolinë? Nëse jo, nëse një ose më shumë gishta mbeten të ngritur, kjo mund të jetë një shenjë e asaj kontrakture që po i tërheq dhe shtrëngon. Okej, pra pam se si duart tona nga thonjt deri te pëllëmbët mund të na tregojnë histori të tëra. Por tani do të lëvizim nga ekstremitetet për të parë shenja më dramatike, ato që shfaqen në trup dhe në lëkurë dhe që lidhen drejt për drejt me diçka serioze, presionin në sistemin ton të qarkullimit të gjakut. Kjo që shohim quhet asid, dhe është pikërisht ajo që duket, një grumbullim masiv i lëngjeve në bark. Dhe kur them masiv, e kam fjalën për diçka të ronditse. Barku mund të fryhet aq shumë sa të mbajë mbi 15 litra lëng. Imagjinoni pak paratin dhe vështirësinë në frymarrje që shkakon kjo gjendje. Por nga vjen gjithë ai lëng? Për ta kuptuar, duhet të flasim për diçka që quhet hipertension portal. Kur mëlçia dëmtohet të rënd, le të themi nga ciroza, ajo ngurtësohet dhe bëhet si një mur. Ky indi dëmtuar bllokon rrjedhën e gjakut. Për ta kuptuar më thjesht, imagjinoni sikur po shtypni me këmbë një zor kopshti. Çfarë ndodh? Presioni prapa pikës së bllokimit rritet në mënyrë dramatike. E njëjta gjë ndodh me venën portale. Dhe pikrisht ky presion i jashtëzakonshëm e detyron lëngun plazmatik të dalë jashtë venës portale dhe të derdhet direkt në zgavrën e barkut. Kështu krijohet asciti. Është një situatë aq e rëndë sa mjekët duhet kryejnë procedura për të drenuar litra dhe litra lëngu nga barku, vetëm për t'i zënë pacientin një lehtësim të përkohshëm.
Por prisni, nuk mbaron me kaq. Ky presion i lartë nuk shkakton vetëm rrjedhje lëngjesh. Ai e detyron gjakun të bëjë diçka tjetër, të gjejë rrugë alternative për t'ju shmangur mëlçisë së bllokuar dhe për t'u kthyer në zemër. Është tamam sikur Google Maps ju fut në rrugica të ngushta kur ka një bllokim masiv trafiku në autostradë. Dhe ky ridrejtimi i gjakut ka pasoja shumë serioze. Nga jashtë mund ta shohim si kaput meduzae, këto vena të fryra dhe të përdredhura rreth kërthizës, që i ngjajnë kokës së meduzës mitologjike. Por problemi i vërtet dhe vdekje prurës fshihet brenda, varicet ezofagiale. Këto janë vena të zgjeruara dhe jashtëzakonisht të brishta brenda ezofagut, dhe nëse ato çahen, mund të shkaktojnë një gjakderdhje masive, shpesh fatale. Le t'i kthehemi lëkurës me dy shenja të tjera klasike. Së pari, nevi merimang. Këto janë enë gjaku të vogla, të zgjeruara, që duken si merimanga të vogla të kuqe. Ju kujtohet çfarë tham për skuqe në pëllmëm? E po, shkaku është i njëjtë, estrogeni i tepërt. Rregulli i përgjithshëm është që nëse shfaqen 3 ose më shumë, kjo është një shenjë shqetësuese. Pastaj kemi ikterin. Kjo është zverdhja tipike e lëkurës dhe të bardhës së syve. Shkaktohet nga grumbullimi i bilirubinës, një pigment i verdh që një mëlçi e shëndetshme e pastron pa problem. Dhe tani arrim tek pjesa më serioze. Kalojmë te shenjat më alarmante, ato që shfaqen kur mëlçia e dëmtuar nuk ndikon më vetëm trupin, por fillon të sulmojë edhe trurin. Kjo shenjë veçantë quhet asteriksis. Është një dridhje e pavullnetshme, pothuajse si një përplasje krahash e duarve që ndodh kur personi përpiqet t'i mbajë duart dhe kyçet të shtrira. Por e sheh këtë është një sinjal i kuq, një shenjë e qartë se toksinat po grumbullohen në gjak dhe kanë filluar të ndikojnë në tru. Po pse ndodh kjo? Mendoni pak, mëlçia jon është filtri kryesor i trupit. Një nga detyrat e saj është të pastrojë toksina, si amoniaku, i cili krijohet natyrshëm nga zbërthimi i proteinave. Por kur ky filtr dështon, amoniaku nuk pastrohet. Ai grumbullohet në gjak, arrin deri në tru dhe fillon ta helmojë atë. Kjo gjendje tepër e rrezikshme ka një emër, encefalopati hepatike. Dhe kjo gjendje mund të përgjegjësohet në mënyrë dramatike. Ka një histori të një mjeku që tregon për një pacient që e gjeti pa ndjenja. Dhe ai thotë, nuk mund të mos vija re një erë shumë të veçantë myku, paksa të ëmbël, në frymën e tij. E njoha menjëherë. Quhet fetor hepaticus, që në latinisht do të thotë era e keqe e mëlçisë. Kjo erë e tmerrshme shkaktohet nga toksinat që trupi përpiqet t'i nxjerrë jashtë përmes mushkrive. Dhe historia e atij pacientit tregon se si një problem në dukje e vogël mund të shkaktojë një katastrofë. Çfarë zbuluan mjekët? Pacienti kishte 3 ditë pa dalë jashtë, ishte kaps. Dhe çfarë ndodhi? Kjo bëri që bakteret që prodhojnë amoniak në zorr të shumoheshin pa kontroll. Me një mëlçi që tashmë ishte e dëmtuar dhe nuk e bënte dot punën e saj, trupi nuk e pastronte dot këtë sasi të madhe amoniaku. Rezultati? Amoniaku u grumbullua, helmoi trurin dhe e çoi pacientin në koma. Kjo është pjesa e vështirë. Për sëmundjen e avancuar të mëlçisë, për cirrozën, fatkeqësisht nuk ka kur. E vetmja zgjidhje është transplanti i mëlçisë. Dhe pikërisht për këtë arsye, parandalimi i shqelësi është absolutisht thelbësor. Pra, le të flasim pak për atë që mund të bëjmë për të mbrojtur këtë organ kaq jetik. Pra, cilët janë armiqet kryesorë të mëlçisë sonë që mund t'i shmangim? Janë 3. I pari dhe më i njohuri, konsumi i tepërt i alkoolit. I dyti, sindroma metabolike. Kjo lidhet drejt për drejt me obezitetin dhe diabetin, dhe po kthehet me shpejtësi në një nga shkaqet kryesore të sëmundjes së mëlçisë në botën moderne. Dhe i treti, hepatiti viral kronik, pra hepatiti B dhe C. Këtu kemi edhe lajme të mira. Për hepatitin B ekziston një vaksinë efektive dhe për hepatitin C tani kemi një kur. Dhe kështu arritëm në fund. Pasi pam të gjitha këto shenja, që nga thonjtë e duarve e deri te mënyra se si funksionon truri ynë, cila është ideja kryesore që duhet të marrim me vete? Cili është mësimi më i madh për rrugtimin tonë shëndetësor? Ndoshta është kjo. Trupi ynë na flet vazhdimisht. Ai dërgon sinjalet gjatë gjithë kohës. Pyetja e vërtetë është, apo ndalemi ne për t'i dëgjuar?